Quhem Ali Aziri. Punoj 9 vite si bollniçar në repartin e neurologjisë. Do thonë, 9 vite jemi përballë me sfida, do të thonë me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, do të thonë punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor, mbas 9 vjetëve zaventsohem me personel, do të thonë që kam punu si motra, nuk e di, si njofëm, faktikisht si njofëm. Zaventsona me personel motra veç për ta zonë një vend pune, ta zonë e vendin tem. Do të thonë gjithë 9 vjetë kemi... Kjo nuk o e drejtë. Do të thonë premtime kemi pas 9 vjetë, për 9 vjetë. Premtimi fundit pi ministrit, prej ministrit, prej drejtorit, prej kryetarit komunës, erdhë ministri na premtoi, do me thonë, se ne krejt që kemi punu, do me thonë, gjatë kësaj kohës, do morim vendime. Kjo nuk u bo. Do thonë, betëm rrugëve, kështu si jemi. Dalëm protestat, kërkojmë drejtën tonë, mundin tonë që kemi dhonë, kjo so e drejtë. Besoj se jo.